Një aksident me një të vdekur ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në Durrës. Një 50 vjeçar ka gjetur vdekjen pasi është përplasur nga një makinë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e plazhit, teksa viktima Teme Myrtaj po lëvizte me biçikletë, është përplasur nga një makinë me targa AA 133DK. Mësohet se 50 vjeçari ka qenë ish efektiv i uniformave blu, ndërkohë që policia ka shkuar në vend ngjarje dhe ka ndaluar drejtuesin e mjetit Afrim Kaplani, 34 vjeç, nga Shkallnuri. Entela Bakalli dhe bashkëshorti i saj u përplasën sot në mëngjes nga një furgon marrërash me targa AA 775FK. Aksidenti ndodhi në vendin e njohur si Ura e Gjoles, pranë fushkrujës. Përplasja i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme 24 vjeçares, ndërkohë që bashkëshorti Bardhyl Bakalli, 28 vjeç, është dërguar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Sekuestrohet 3.5 kg drogë e llojit heroinë ndarë në 7 pako. Droga është kapur në pikën kufitare të Kakavijes me destinacion Greqinë. Forcat e policisë kufitare kanë arrestuar edhe shtetasin 36 vjeçar nga Berati, Eduard Nazeri, si shoferi që ishte edhe në drejtim të mjetit me targa AA 811GL, në të cilën është gjetur dhe droga. Një 20 vjeçar është arrestuar në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në Kavaj. Rreth orës 23:40 të ditës së diel është bërë i mundur arrestimi i shtetasit, Sulejman Derjaj, në qytetin e Kavajës. Pak minuta para arrestimit mësohet se 20 vjeçari ka qenë duke qelluar me armë në fshatin Momël. Një 37 vjeçar nga Presheva ka rënë sot në prangat e policisë në akuzën e grabitjes në kryeqytet. Në kuadër të operacionit të koduar Qerosi, u bë i mundur ndalimi i shtetasit. Fazli Skënder Ismaili, 37 vjeç, lindur në Singen, Gjermani dhe banues në Preshev të Serbisë. Sipas policisë, dyshohet se Fazli Ismaili është autor i të paktën 4 grabitjeve në kryeqytet, kryesisht të çantave të cilat kishin brenda shuma të konsiderueshme. Në momentin e shoqërimit, 37 vjeçarit ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 6.500 lekë dhe 950 euro.